Në datën 5 mars, lufta është bërë aty ku në kanë zënë. Do të kanë zënë lufta për Kaz, është është bërë lufta për Kaz, ka zënë luftën Polac, është është bërë lufta për ka zënë lufta në Shareja, ku kemi qenë. Është të vazhdojë lufta Shareja. Dhe ndërhyrja ose ndërhyrja forcat serbe ka qenë aq e planifikuar saqë jo ne nga Qareva, që të rreth 20 kilometra, ku kemi qenë. Por as nga lagja, nga një lagje tjetër për Kazit nuk është mundur të ndërhyjet të ndihmohet Adem Jashari. Unë jam shumë i sigurt që të gjithë do të donin që të ndihmonin Adem Jasharit edhe nga lagja të zam e loshtagëve. Jo din sa afër është. S'kan mund. Edhe nga lagja e Kodrajve, s'kan mund. Për ndërhyrja ka qenë e tillë që të pamundsoj çdo lloj ndihme për Adem Jasharin në rastin e Sullit. Natyrisht, edhe ata që kanë qenë më larg, qoftë në Rezall, të cilët kanë tentuar të futen shumë nga Rezalla, qoftë nga Llausha. Por mos harrojmë në Përkaz ka qenë një rrethim i tillë saqë ka qenë rrethim i konstruktuar, i planifikuar që të mos ketë mundësi kërkush të ndihmoj. Pra, Adem Jasharit, jo ne nga që kemi qenë disa kilometra, po flas rreth 18-20 kilometra i bija Qareja për atje. Po as shokët të cilët janë munduar nga Llausha dhe Përkazi nuk kanë mundur të ndihmojnë. Pra ka qenë totalisht e pamundshme.